Mirë, do të shkojmë në lidhjen e parë të drejtë për drejtë me ekspertin e çështjeve të sigurisë, zotin Xhavid Shala. Mirëmëngjes, zoti Shala, mirë se na u bashkuat. Do të flasim për samitin e NATO-s dhe ngjarjet që erdhën pas tij. Si e vlerëson në një këndvështrim të përgjithshëm këtë samit? Samiti ishte tepër i rëndësishëm. Ka patur emocione për këtë samit sepse mendonin se mund mos shkonte në fakt edhe nga debatet që kanë qenë gjatë kësaj kohe që kanë paraprirë samitit, debatet me presidentin Trump për NATO-n, për shpenzimet e vendeve anëtare e tjerë. Gjithsesi, në samiti zyrtar shkoi mjaft mirë dhe deklarata paraprake e përgatitur nga ambasadorët e vendeve anëtare pothuajse nuk ndryshoi fare. Është e rëndësishme të japim disa pika kryesore të kësaj deklarate. Mesazhi më i madh, më i qartë politik i samitit ishte që rikonfirmimi i nenit 5. Çfarë do të thotë rikonfirmimi i nenit 5? Do të thotë që shtetet anëtare, çdo agresion ndaj një shteti anëtare cilësohen si agresion ndaj NATO-s dhe reagojnë në mënyrë kolektive. Sepse kjo ishte diskutuar disa herë më përpara nëse NATO do ta konfirmojë netin 5 apo jo. Kjo është një mesazh më i madh politik. Gjithashtu edhe për sa i përket kërcënimit nga Rusia si Rusia në deklaratë është vlerësuar si kërcënimi kryesor afatgjat, ndaj të cilit duhet përgatitur, ndërsa u futët të shpreh që terrorizmi është një kërcënim i përhershëm. Pra dy kërcënimet nga Rusia për sigurinë euroatlantike dhe nga terrorizmi. Gjithashtu, ju kushtuar rëndësi Ukrainës, mbështetjes së luftës në Ukrainë, mbështetjes me armatim, mbështetjes me trajnime dhe është përcaktuar për vitin 2026 një fond për rreth 70 miliard euro dhe mendohet që kjo shumë do të mbahet edhe për vitin 2027, pra edhe 70 miliard tjera. Nga ana tjetër që në samit edhe presidenti Trump dha mbështetje të qartë Ukrainës, bile shkodeja aty saqë mendohet tha që të japim mundësitë që Ukraina të prodhojë raketat Patriot. Pra, kjo është një deklaratë shumë e fortë. Kjo është edhe një mesazh për Putinin. Një pikë tjetër e rëndësishme ishte rritja e armatimit të vendeve anëtare të NATO-s. Pra, nëse dikur ishte 2% dhe në samitin e kaluar u vendos që të jetë u dhanë premtime për të qenë 5%, tashmë duhet konkrete, jo premtime. Pra duhet si do të arrihet, pra me plan se cili shtet do të përcaktojë se si do të arrihet deri në 2035-ën shpenzimi 5%. Paraprakisht u vendos që një shumë prej 50 miliard euro të prokurohet për armatimin e NATO-s, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm. Tjetër, nuk mund të kalonte pa prekur edhe çështjen e Iranit. Irani nuk u theksuat qartë në deklaratë që Irani nuk duhet të zotrojë armë bërthamore. Këtë që ka thënë presidenti Trump u fut në deklaratë. Pra, dhe ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur. Këto dy elementë të rëndësishëm. Pastaj se si do jenë zhvillimet me pastaj nëse kjo pjesë e deklaratës do ta detyrohet pastaj NATO-n që të angazhohet për zhvillimet e mëtejshme, do të shohim. Ka një kthesë të papritur, ja të ndalojmë një çast këtu, zoti Shala, se ka një kthesë të papritur. Presidenti amerikan Donald Trump gjatë orëve të mbrëmjes së kaluar ka bërë një deklaratë ashpër në raport me autoritetet iraniane dhe duket se SBA kanë sulmuar sërish Iranin, duke thënë se armë pushimi përfundoi. Madje në konferencën për shtyp, zoti Trump doli me vijën e parë të kabinetit të tij qeveritar, duke patur parasysh sekretarin e shtetit Marco Rubio, sekretarin amerikan të mbrojtjes Peter Hegseth, duke treguar kështu se SBA janë të vendosura për të konfirmuar angazhimin në NATO, vazhdimsinë brenda aleancës, por duket që janë të vendosur edhe për të mos ta vazhduar armëpushimin, sepse thonë që Irani ka shkelur disa kushte të marrëveshjes së paqes si ishte vendosur asaj paqeje të brisht. Irani ndërkohë ka thënë që do ta përshkallëzojë kundërpërgjigjen drejt Bahreinit dhe Kuvajtit. Kështu që mbas samitit të NATO-s ka një kthesë të papritur me ngjarjet në lindjen e mesme. Zhvillimet filluan që gjatë samitit të NATO-s, sepse mbledhja e Këshillit Luftës, po e themi, ku ishte sekretari i mbrojtjes, domethënë sekretari i luftës, sekretari i punëve të jashtme dhe sekretari i thesarit bashkë me presidentin Trump u morën vendime dhe u filloi sulmi ndaj një kundërpërgjigje. Ky sulmi ishte një kundërpërgjigje ndaj goditjes që iranianët i dhanë 3 anijeve, 3 tankerave të cilët po lundronin në një zonë që nuk kishte të bënte me Iranin, por që kishte të bënte me kanalin e Hormuzit.
Pra dhe në një farë mënyrë presidenti i dinjuar përdor atë shprehjen që ne i dham mundësi që të merreshin me varrimin, pra të merreshin me ceremoninë mortore të Ajetollahut të tyre, ndërsa ata filluan të gjunin me raketa. Dhe kjo pastaj bëri që të vazhdojnë me tutje. Por unë mendoj që nuk besoj të dy palët do kenë këto reagimet që do të kenë, po nuk kanë interes asnjëherë palë që t'i largohen plotësisht procesit të paqes. Kështu që do vazhdoj paralelisht edhe këto goditjet her pas hershme, por edhe kthimin në tavolinën e bisedimit. Pra, krahas luftës do vazhdoj edhe diplomacia. Nëse më lejon ta vazhdoj edhe dy pika tjera të vendimit të samitit, pra të deklaratës shumë i rëndësishëm. Gjithashtu në aty u vendos ajo mund të quhet se ka fillu procesi asaj që u quhet NATO 3.0. Që do thot NATO 3.0? Do më NATO gjeneratës së tretë. Tashmë Europa do të marrë përgjegjësitë për shpenzimet dhe për mbrojtjen e Europës, ndërkohë që udhëheci strategjik do jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetë do kenë angazhime të tjera pasaj në zonën e Indo-Paqësorit. Pra Europa kthehet detyrimisht nga një konsumus sigurie në një prodhues sigurie. Pra nuk do ta presë sigurinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duhet të investojë dhe të paguajë vetë për sigurinë e saj dhe duhet të stërvitet përgatitet për të përballuar kërcënimet të cilet, siç tham, një nga kërcënimet kryesore afatgjat është Rusia. Mund të themi që çfarë nuk u tha, apo çfarë nuk kuptohet në rreshtat e deklaratës. E para, aty shohim që Kina nuk përmendet pothuajse fare. Pra në një farë mënyre janë rritur raportet si një edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, SBA-kin si një konkurrent strategjik që është i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra në një farë mënyrë kanë bërë diferencimin midis këtij boshit të së keqes. Pra Kinën e kanë veçuar dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tjetër, për të mos u marrë si provokime për Rusinë, nuk është dhënë një datë për pranimin e Ukrainës ose një shpresë për pranimin e Ukrainës në NATO. Rëndësi ka që NATO e mbështet në mënyrë të plot Ukrainën me armatime, me trajnime edhe me gjithçka tjetër dhe në ana tjetër edhe Amerikan që do të bisedojë me kompaninë e prodhimit të raketave Patriot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë licencën Ukrainës për të prodhuar këto raketa, duket që ishte një kthes 180 gradë, të themi. Po, besoj kjo ishte më shumë, unë quaj që është një mesazh për presidentin Putin. Domethënë duhet të ulen në tavolinën e bisedimit sepse gjërat më vonë mund të bëhen shumë më të rënda për Rusinë. Kështu që kjo është ajo mënyra se si bën politikë presidenti Trump, domethënë. Dhe gjithashtu nuk u përmend ose nuk u morën angazhime nga NATO për linjën e mesme. Pra u tha ajo që në deklaratë që sigurimi apo liria lëvizjes në ngushticën e Hormuzit dhe Irani nuk do të ketë armë bërtamore, por nuk është se u tha në një angazhim se çfarë do bëj. Pra këto ishin ato gjëra që mund të themi që edhe nuk mund të lexohen mes rresha, por ka qenë një deklaratë shumë e mirëpritur, një deklaratë shumë e rëndësishme, një deklaratë politike që do të përcaktoj për periudhën në vazhdim. Pastaj se do ketë samit tjetër pas një viti apo se do ketë samit tjetër pas 2 vjetësh, pastaj ato, siç e tha dhe Rute, do të merren vendimet në kohën e duhur. Por ky ishte një samit premtimesh, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke referuar pikërisht rikonfirmimit të angazhimit se të gjithë bashkë SBA dhe Europë janë në këtë bosh të madh politik dhe ushtarak për të mbrojtur paqen globale. Duke konfirmuar gjithashtu sipas asaj që tha kryeministri shqiptar Edi Rama që samiti i ardhshëm do të mbahet në Tiranë. Po, patjetër u shuq çdo dilemë, domethënë samiti i ardhshëm që mund bëhet mas një viti, mas 2 vjetësh, nuk është të thënë që të bën samite çdo vit. Dhe kësaj po i rikthehet NATO, por samiti i radhës mbas vendimit të marrë në Hag, pra një vit më parë do të i takon të bëhet në Tiranë. Kjo është një diçka shumë e mirë për Shqipërinë, do jetë Shqipëria siç ishte Turqia në qendër të vëmendjes, do themi që Turqia shfryzoi mjaft punën e samitit dhe u riafirmua si
si një shtet shumë i fuqishëm i Aleancës Euro-Atlantike, me një pozicion të rëndësishëm midis lindjes mesme Europës dhe Euroazis, pra me një pozicion ku ajo ndikon si një interlokutor, pra që ka mbajtur kanale komunikimi pothuajse edhe me Iranin dhe ka dhënë kontribute për nënshkrimin e atij memorandumi, edhe me Ukrainën, nëse do t'i kthemi marrëveshjes me Ukrainën për çështjen e drithrave, sapo filloi konflikti, po ta keni parasysh, nga ana tjetër luajti një rol të jashtëzakonshëm edhe në Gaza, pra në marrëveshjen e paqes në Gaza dhe në vazhdimin e këtij procesi. Pra Turqia ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër Turqia përfitoi edhe nga ky summit duke këmbgulur që të hiqen sanksionet ndaj Turqisë, që të Bashkuarat e Amerikës të ripranojnë Turqinë në atë që unë e quaj klubi F-35, pra që të kenë mundësi që të përfitojnë nga programi për avionet F-35, për të cilin ajo pat qenë antar, por që u hoq pastaj si pasojë e problematikave që pat midis Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe Turqisë, pasi Turqia mori sistemin 400 të antiraketor të Rusisë. Pra, atë vëmendje që nuk themi që ne do fitojmë një vëmendje siç e ka ashtu Turqia, se Turqia është superfuqi rajonale, por do jetë një e Aleancës Atlantiku të Veriut. Diçka shumë e rëndësishme edhe për Shqipërinë, do jetë vëmendja e gjithë mediave botërore, do jetë diçka shumë e rëndësishme që kërkon përgatitje afatgjatë në mënyrë që të dalin me sukses. Ka dilema, disa thonë se si mund ta bëjë Shqipëria një aktivitet siç e bëri Turqia të tillë. Po Shqipëria dha prova në fakt me takimin apo me forumin e politik të Europës, ku u mblodhen mbi 50 kryetarë shtetesh dhe qeverisë. Po disa ta herë, zoti Shala, që Shqipëria organizon samite. Samiti politik e 2024, samiti politik më pas në 2025, vetëm pak një javë pas zgjedhjeve parlamentare të një viti më parë. Kështu që ka patur rikonfirmime dhe angazhime të Shqipërisë që ka kaluar disa sprova të rëndësishme, qoftë për qasjen e saj politike, strategjike dhe gjeostrategjike, por për mua më rëndësishme është që kur një udhëheqës i Shqipërisë ndodhet në vijën e parë të fotos familjare me presidentin amerikan Donald Trump, me presidentin turk, i cili rikonfirmoi pozicionin strategjik të Turqisë dhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, ajo besoj është një garanci për të gjithë shqiptarët rajon, apo jo? Absolutisht po, është një vlerë e shtuar. As nuk diskutohet, kjo është shumë e rëndësishme, thash, përgatitjet kanë filluar, edhe mund bëhet, sepse shiko, situatat në gjeopolitike dhe situatat nuk janë të turbullta, dhe kjo e bën që samiti domethënë mund të zhvillohet me probabilitetin më të madh, mund të zhvillohet pas një viti. Pra, sepse ka rëndësi për vendimmarrje, ka rëndësi për kontrollin atyre detyrimeve që kanë marrë shtetet që në një periudhë të caktuar do të shtojnë shpenzimet për mbrojtjen e tyre, nuk po them për luftën, por për mbrojtjen. Pra gjithmonë NATO-ja po ta kemi parasysh ta interpretojmë deklaratën, pra synon që gjithmonë të jetë në mbrojtje, pra në mbrojtje të arrijë sigurinë euro-atlantike duke mbrojtje, duke sulmuar vende të tjera, pra qoftë edhe Rusinë. Pra dhe në raportet me Rusinë do të jetë politika e parandalimit, që do thotë NATO-ja do të punojë për të parandaluar çdo lloj konflikti. Dhe për këtë ajo do të armatoset, do të përgatitet, dhe në vetvete kjo është politikë parandaluese, sepse Rusia do ta kuptojë që me vendet e NATO-s do ketë problem, dhe sidomos riafirmimi i Nenit 5 tashmë që u bë është një mesazh për Rusinë, pra se nuk mund të cënohet dot qoftë as pak një vend i vogël, qoftë edhe i vogël i NATO-s, sepse do ketë një reagim, pra ka një deklaratë zyrtare që do ketë një reagim të menjëhershëm të gjithë NATO-s. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme, janë mesazhe politike shumë të rëndësishme këto. Prandaj tham që vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha që ky ishte samiti i premtimeve, duke patur mes rreshta pikërisht këtë kontekst të kuptimi në raport me angazhimin e vendeve të aleancës. Mirë, zoti Shala, faleminderit shumë që ishit sot me ne me programin Mirëmëngjes Shqipëri kaq herë të mëngjes. Ju uroj një ditë të mbarë dhe një fundjavë të mbarë. Faleminderit ju.